Është finalizuar një tjetër fazë e operacionit policor të koduar fast për kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Operacioni u zhvillua nga sektori për kërkimin Fast Albania në drejtorinë e forcës së posaçme operacionale në departamentin e policisë kriminale në bashkëpunim me degën vendore të policisë Shkodër. Lokalizohet, kapet dhe arrestohet me qëllim ekstradimi një 32 vjeçar nga Malësia e Madhe për veprat penale, pjesëmarrje në organizatë kriminale me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike dhe prishje vulave të vendosura nga autoritetet. Në vijim të operacioneve të njëpasnjëshme për kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar, shërbimet operacionale të sektorit për kërkimin Fast Albania në drejtorinë e forcës së posaçme operacionale në bashkëpunim me drejtorinë vendore të policisë Shkodër finalizua një tjetër fazë të operacionit policor të koduar fast. Si rezultat i veprimeve të mirë koordinuara operacionale, në fshatin Kosan u bëi mundur lokalizimi, identifikimi, kapja dhe arrestimi provizor me qëllim ekstradimin drejt Italisë i shtetasit FB 32 vjeç banues në fshatin Kosan, Malësia e Madhe. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma, pasi gjykatës i përhetimet paraprake në gjykatën L'Aquila Itali ka nxjerrë urdhër arrestin për veprat penale, pjesëmarrje në organizatë kriminale me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike dhe prishja e vulave të vendosura nga autoritetet, të parashikuara nga Kodi Penal Italian. Interpol Tirana në bashkëpunim me Interpol Romen vjon procedurat për ekstradimin e këtij shtetasi drejt Italisë.